Në Shkup është themeluar Instituti për Zhvillim Ekonomik dhe Politikë, që synon të krijojë mundësi për të ri dhe të promovojë meritokracinë në shoqëri. Për qëllimin dhe vizionin e këtij projekti, kemi pikërisht profesorin Bashkim Selmanin, i cili do na sjellë të reja të këtij instituti, që njëkohësisht ju jeni edhe themeluesi i këtij instituti. Përshëndetje profesor dhe mirë se erdhët në emisionin Ritmi i ditës. Përshëndetje dhe mirëmëngjesi për ju dhe stafin tuaj mrekullueshëm, nëkohësisht edhe këtë radio televizion nacional që është jashtëzakonisht me një staf të mrekullueshëm dhe vlerësoj punën tuaj në tërësi në përgjithësi dhe prandaj jemi këtu së bashku si gjithmonë që u kam përkrahur dhe më përkrahni në çdo sfidë. Ju faleminderit. Mund të na thoni se si ju lindi ideja për këtë institut dhe çfarë mungese institucionale plotëson ai? Unë jam i njohur për publikun edhe jam studiuar si shumë fenomeneve të sistemit, qoftë sistemit politik, sistemit drejtësisë dhe sistemeve që drejt për drejtë kanë të bëjnë edhe me të drejtën nacionale. Dhe nga ana tjetër, gjitha këto përpjekjet institucionale që aktualisht vijnë nga universiteti dhe në përgjithësi kemi shumë çështje të cilat janë për ti përshëndetur. Mirë po nga ana tjetër, mua që më ka prekur më shumë është pjesa e studentëve ekselent që janë 10-0-0 në shumë grupe kam pasur dhe vazhdojnë të jenë. Fatkeqësisht ki 10% që nuk arrin që të dalë në sipërfaqe dhe po ashtu ky institut do të përfshi të gjitha gjeneratat, rrasi se ideja është jone e përbashkët e disa intelektualëve të cilët shpresojmë që të mbrojmë dhe ruajmë nga jo fortuna politike pikërisht inteligjencën e 10%, rrasi se të njerëz më të zgjuar, më të qetë dhe shumë pak njihen në publik. Ja si mund të shihni edhe këtu për shembull te grupi punues që kemi bërë çështje që ka të bëjë drejt për së drejti për inovacion, shkencë dhe pjesë të tjera. Dhe do shihni që gjithë të studentë janë të diplomuar, të magjistruar me 10-0-0, po fatkeqësisht këta njerëz janë të papunëse me punë jo profesionale dhe kjo gjithmonë më ka prekur mua. Dhe një komb i cili nuk e respekton inteligjencën e vet, ai komb nuk ka nevojë për armiq. Dhe ne këto në përgjithësi do t'i studiojmë në tërësi dhe do dalim me kumtesa, me punimin shkencore, çështje me të cilën do t'i ndihmojë edhe institucioneve dhe vetë shoqërisë. Sa për këtë ne jemi tash në zgjedhje, ja shihni çfarë ka vendosur tash Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka futur në gjitha sistemet administrative, të gjithë profesionet. Maqedonia aktualisht ka mbi 26.000 administratorë dhe të gjithë janë në punë. Kanë fut mësues, kanë fut pedagog universitar, kanë fut prokurorë kështu me radhë. Dhe në këtë rast ne kemi mbi 10.000 studentë të cilët janë të papunë ose janë duke punuar dhe fatmirësisht nëse angazhohet kjo kategori, atëherë edhe procesi institucional nuk do të pengohet, nuk do të humbet orët të mësuesve, nuk do të ketë proceset të cilat mund të ndëmtojmë dhe do të kemi mundësi që të ndihmojmë ato raste të cilët kanë nevojë dhe puna e tyre të jetë me vullnet dhe e suksesshme dhe nuk rënohet sistemi funksional institucional. Dhe ne këto do t'i studiojmë me përpikmëri dhe do t'i ofrojmë institucioneve, sepse në Maqedoni gjitha ligjet që sillen fatkeqësisht nuk studiohet gjendja faktike dhe çfarë duhet preferojmë dhe çfarë duhet të udhëzojmë, sepse institucionet dhe politika ato lëvizin çdo ditë. Mirë po ato ushqehen me shkencë dhe inovacion pikërisht nga studiuesit të cilët i preferojnë në të mirën dhe në interesin publik. Ju e cekët domethënë edhe në hapjen solemne të institutit që keni student ekselent me nota dhe këtu në studio sapo e cekët, por që janë të papunë. Çfarë mesazhi doni t'ju jepni atyre përmes këtij projekti? Po pikërisht është këtu, do të thonë kjo kategori të studentëve që mos të demotivohen edhe mos ta mendojnë ikjen, por ne t'ju japim një rast që këto figura nëpërmjet punës në institut ju më garantoj që dyfish do të kemi më shumë punë dhe më shumë aftësi, po ashtu dhe do t'i publikojmë njerëzit të cilët janë të shkencës. Ka një histori njerëzimi, me thënë pse është kërkimi i këtij instituti 10%. Në për histori ka mbi 21 diktator që ka shkaktuar miliona viktima. Dhe tash ne a flas historia për të shumë pak. Mirë, po kush e ka hec
kështë ka zhvillu njerëzimin për para. Dhe ne si qëndrime kemi aktualisht për gjeneratat e reja që i mësem ata, çfarë qëndrimit kënë të njerëz të mirë, apo të i përshtatën kësaj rrëmuje që aktualisht njerëzimi shumë vështirë lëvizet. Mirë po, ju kujtoj se vetëm 2% që e ka hecë njerëzimin për para dhe ka fituar. Pikërisht kjo kategori, si që janë shpikësit e rrimës elektrike, kompjuterve, sistemeve të industrisë dhe kështu me radhë. Pra këto janë ato me të cilën unë dua ta krijoj këtë 2% që inteligjencës mbarë kombëtare dhe fillimi do t'jetë pikërisht nga Shkupi dhe i ftoj të gjithë studiuesit e kësaj natyre me të cilën ti drejton këtë instituti dhe kjo do t'jetë një qendër intelektuale dhe kombëtare të gjithë ata që nuk kanë pasur mundësi dhe që nuk kanë dashur të orientohen në përcaktimet ndryshme, ati e kanë vend. Profesor, mund të na thoni se a mendoni se në vendin tonë përparësi ju jepet të themi të aftëve apo më shumë lidhjeve politike? Po tash, ne e dim ato se për opinionin e kemi mbi 100 temat masterit që janë bërë për marrëveshjen e orit për rastet e këtilla. Jo vetëm në Maqedoni, fatkeqësisht i tërë Ballkani është krijuar nëpërmjet përplasjeve të cilat vijnë nga jashtë, siç është krimi organizuar dhe rrethana të tjera dhe nuk e lejojnë aparatin shtetëror dhe sistemin të jetë funksional. Të janë dhënat e fundit të cilat i jep FBI dhe CIA përse përket krimit në Ballkan. Dhe kjo ka goditur pjesën më elementare të zhvillimit publik dhe ekonomik, dhe kjo shpeshherë tani ne duhet të jemi mos të qëndrojmë si viktima, sepse të drejtat gjithmonë duhet të luftohen, të përcillen, të përforcohen, sepse ato edhe nëse i fitoni, nëse nuk i mbroni humben. Dhe pikërisht nëse një kombë dhe një shoqëri këtë 2% që nuk e ka aktiv, e kemi një situatë të këtillë me të cilën fatkeqësisht është një kohë turbull, jo gjithmonë është bërë me dashjen, sepse gjëja më e lehtë që mund thoni se ta gjejmë fajtarin. Unë nuk kam kërkuar asnjëherë fajtarin, por gjithmonë i kam detektuar shkaqet e fajësisë. Dhe shkaqet e fajësisë janë shumë të mëdha, por unë nuk do t'i publikoj gjitha këto, ne do dalim, do kemi edhe një kongres, të cilët do t'i prekim gjitha këto pikat. E para është e drejtësia personale, drejtësia familjare, drejtësia shoqërore dhe drejtësia kombëtare. Ne gjitha nga këto jemi të prekur dhe ne do kemi mundësi që gjitha këto ti faktizojmë në bazë punimeve shkencore, do t'i materializojmë dhe do të krijojmë për shembull mbi disa pikë ose 20 pikë me radhë sa janë të studiuara dhe përse drejti ato do t'i drejtohemi Kryeministrit për këto çështje, këto fenomene që ne duam ta ndihmojmë institucionin dhe jemi pjesë aktive. Kjo është shteti dhe kërkojmë pjesën e barabartë të asaj që është barazia ekonomike, barazia politike, barazia gjithësore dhe gjitha këto do t'jenë këshillime dhe mund të japim ndihmë gjitha institucioneve, po ashtu dhe do të krenohemi me këto njerëz ku do t'i njoh publiku më detajisht. Më detajisht. Profesor, mund të na thoni se a mendoni se meritokracia ende funksionojnë dhe të rinjtë mund të kenë shpresa? Po këto unë kur e bëra këtë organizim, të them drejtën, edhe jo vetëm të rinj, ka një demotivim me të cilën unë realisht nuk e kuptoj. Unë kam studiuar në për shumë qendra, ta themi dhe kanë qenë kohë lufte, Sarajevo, Prishtinë, Tiranë. Nga Tirana nuk njiheshin këtu Shkup diplomat, përsëri kam reaktivizuar dhe studiuar, mirë po nga ana tjetër e shoh që gjendja e rëndë ekonomike ka një rregull, thonë nëse aparati shtetëror apo shoqëria varfërohet dhe nga momenti që shoqëria varfërohet, atëherë gjitha elementet e devijuese dhe negative janë në shoqëri. Pa ajo që është më e frikshme është ikja apo shpopullimi, për arsye se me të drejtë njerëzit kanë pritur deri tash dhe kur shohim këto situata, unë mund të filloj nga vetvetja, do të thënë pikërisht ju shihni se gjithë të studentët që janë pjesë ekselent, mirë po janë të papunësuar, një ati është edhe djali im që është i magjistruar, mirë po është i papunë dhe shpeshherë ndodh në për grupe të punësohen njerëz me nota mesatare 6 dhe to kur i shohën pikërisht këto fërkimet që janë reale si e parashë ligji edhe kjo iriton shumë masën, jo vetëm për të ikë, por as kokën pas nuk duan ta kthejnë nga ata që ne i kemi intervistuar. Profesor, atëherë cili është mesazhi juaj për të rinj që ndihen të papërfaqësuar por që ende kanë dëshirë të kontribuojnë në vend? Pikërisht ne e kemi krijuar këtë institut në të gjitha profesionet, siç është gazetaria, ekonomia, shkencat politike dhe gjitha ato institucionet veprimit me të cilën këta kapacitete ne do t'i kemi aty, po ashtu do të kërkojmë ndihmë edhe ndërkombëtare, për arsye se çështja e mënyrës funksionale, ja këtu për shembull kemi edhe vetë Instituti për Zhvillim Ekonomik, ne thonë kjo shoqëri është e vjedhur, e shkatëruar dhe ne kemi thonë jep.
Çfarë do t'japim? Do t'japim dije, do t'japim atë shpirtërore, do t'japim njerëzore dhe do t'jemi shumë reagues ndaj padrejtësive të cilët janë jashtëzakonisht të mëdha. Përse për këtë aspektit politik, dhe me thënë të ngjarjeve politike, shqiptarët kanë të arritura, si do që të jenë përplasje, mirë për dëmi më i madh që aktualisht po na shkaktohet është dëmi ekonomik. Maqedonia aktualisht ka mbi 72% borxhin publik dhe nëse ky borxhi publik betëritet, atëherë shumë afër bankrotit. Për të qenë më i kapur për publikun, se çfarë është kjo që po ndodh aktualisht me borxhin publik që për ne është shumë shqetësues. Për shembull para 4 viteve me 1.000 denar kemi marrë 3 qese ushqimeve. Sot e marrim 1, dhe me thonë çdo ditë neve në gëlltit aparati shtetëror në format ndryshme, me të cilën ne do të kemi mundësi të gjitha këto mjetët që vinë vlera shumë të larta, ato vlera, që them huamarrja, nuk qarkullon e duart e qytetarëve që të ushtrohen veprimtari të ndryshme, sepse këto mjete po të qarkullojnë tek qytetarët, atëherë edhe aparati shtetëror do të ketë mundësi. Ka një rregull në proceset ekonomike. Thot paraja duhet të funksionojë dikaje. Dhe me thonë të shkojë te qytetarët dhe shteti t'i mbledh takset. Fatkeqësisht ne në Maqedoni ndodhe kundërta, parat ikin nga Maqedonia. Dhe kjo është problemi më i madh i saj. Por le të dalim konkretisht me studime dhe do të shohim saktë se si mundemi që të ndihmojmë jo vetëm qeverinë dhe aparatin shtetëror, por paralelisht edhe me ndihmën e ndërkombëtarëve dhe me instituteve ndërkombëtare do të kemi mundësi që gjitha këto procese të japim kaje pozitive. Profesor, mund të na thoni se cilat do të jenë drejtimet kryesore të punës të Institutit Kërkimi Shkencor, trajnimi profesional apo ndikimi në politikat publike? Po qëllimi jonë është që ne të minimizojmë problemet që përballen qytetarët, siç janë 4 postulatet bazë: bashkëbarazia, bashkëbarazia kushtetuese, bashkëbarazia fiskale, me të cilën sa ne paguajmë taksë aq duhet edhe të rikthehet, po ashtu është edhe bashkëbarazia ta quajmë gjithësore, sepse ka shumë institucione me të cilën shumë pak përfaqësohen nga shqiptarët, mirë po kushtetuta i përcakton këto rregulla, sepse ne kemi edhe një problem bazik, me thonë, jo rastësisht përmenda proceset ekonomike, që është një nga faktorët që shkatëron, varfëron, dhe nga momenti që ne kemi varfëri dhe shkatrimet, qofshin ato individuale apo demotivimin e të rinjve, pikërisht do të jetë faza me të cilën ne i kemi të studiuar. Ne kemi për 10 vitet e fundit mbi 12.000 firma ose kompani shqiptare që janë të falimentuara dhe nuk e dim pse kanë falimentuar. Do të him në detaje gjitha për këto, por nuk dua të i publikoj këtu, prandaj ftoj gjithë intelektualët. Ajo është një institut intelektual, shpeshherë ndodh në publik ku janë intelektualët. Ja unë nga sot e bëj publike si intelektualet do t'jenë në këtë institut dhe kemi shumë risi që do t'jenë shumë shkencore dhe që drejtash as politika nuk i ka parë, për as ne nuk i kemi mundur që të shprehemi me zë më të lartë dhe të mos flasim në një zë, sepse aktualisht politika shqiptare dhe ne në përgjithësi bëjmë një luftë mes të pabarabartëve. Dhe unë dua ta bëj atë luftën e barabartë mes gjithë të barabartëve, jo mes të pabarabartëve kush do të dalë i pari apo i fundit. Kjo do të jetë ajo sinimi intelektual shkencor, prandaj edhe vetë çështja që është motoja jonë është shkencë, inovacion, analizë, dije dhe progres për shërbim të së ardhmes. Mund të na thoni se si do të ndihmoni konkretisht viktimat e sistemit, do të ketë një zyrë ligjore, një platformë apo të themi projekte të veçanta? Ne paraprakisht kemi bërë ulumtimin, me thonë ne kemi shumë student, ja dhe në politikë kyçur i shohim edhe si kandidat për komunat e kështu me radhë, dhe ne kemi atë sektorin, është i krijuar veç sektori i avokatëve, është krijuar sektori i ekonomik, është krijuar sektori politik, gazetarisë, mjekësisë dhe gjitha këto profesionet që janë brenda do të kenë digesteret e veçanta funksionale me njerëz ekspert, të cilët aktualisht nuk kanë mundur të kontribuojnë dhe nëpërmjet këtij instituti do të kontribuojnë. E dyta, po ashtu, faza e dytë është tash që jemi duke punuar, ka të bëjë me inteligjencën aktuale, e cila janë shtetas të Maqedonisë dhe kanë diplomuar jashtë. Ja vetëm brenda 3-4 javë ne kemi inxhinier ekonomik që ka magjistruar në Hamburg, pasandaj kemi ekonomistë të ndryshëm të cilët kanë
magjistruar dhe doktoruar në vendet ndryshme të botës, dhe ne do t'i afrojmë gjithë këta me një CV dhe një bashkëbisedim me të cilin do të përmbahet biografia e tyre dhe ne do t'i shfrytëzojmë atë eksperiencat e tilla edhe në nivelin ndërkombëtar, dhe synimi jonë do të jetë që gjithë studiuesit e rinj që nuk i njeh opinioni do të jenë në institut dhe instituti do t'i publikojë punimet e tyre shkencore, masterit, të doktoraturës e kështu me radhë. Ne kemi shumë tema që janë të prekura, janë të studiuara mirë nga tereni dhe nga publiku, mirë po nuk u japim karakter publik që ato tema të jenë në interesin e shoqërisë, sepse edhe mua më vjen keq pse e bëj këtë në këto kohë. Pikërisht se duke menduar këtë dituri që e kam, nuk duhet t'ja çoj varit. Fatkeqësisht, me thënë inteligjencën kombëtare, diturinë ja çon varit. Dhe ne duam t'ja japim ardhmërisë dhe shoqërisë. Pikërisht. Mund të na thoni, ju përmendën ndryshimin e mendësisë ekonomike dhe politike. Çfarë duhet të ndryshojë më parë, të themi politika apo mentaliteti qytetar? E para unë besoj që janë padrejtësitë kushtetuese, sepse që nga momenti që lind një fëmijë, ai duhet të regjistrohet. Fatkeqësisht ne në Maqedoni trajtohemi që nga letërnjoftimi si jashtëmartësor. Dhe ne do të pretendojmë që të kemi letërnjoftimin ton kombëtar, siç i përmenda, bashkëbarazi, bashkëfiskalizim, bashkëbarazi kushtetuese dhe bashkëbarazi ekonomike. Dhe qëllimi do të jetë tek bashkëbarazia ekonomike. Nuk mundet një kombë t'i paguajë taksa shtetit 100% dhe kur bëhet fjalë për të drejtat i themi 20%. Ne do të kërkojmë të drejta sa paguajnë taksa. Do të kjo duhet të jetë... Kjo do të mbrohet... Me ligj, të themi me kusht... Kjo do të mbrohet dhe do të jetë synimi jonë, institutit. Si mund të arrihet ky ndryshim në një shoqëri që shpesh është skeptike ndaj ndryshimeve? Unë të them drejtën, kam shumë përvojë jetësore. Ja për shembull, kur kam studiuar në Prishtinë, për 30 studentëve gjithë friksoheshin edhe nuk erdhën, edhe se mbaruan studimin. Mirë po unë babajnë e kom pas arsimtare, është profesor i gjuhës shqipe, dhe i tha, ku do të shkojnë viktima 1 milion, Kosovar shko dhe ti. Me thonë, unë procesi nuk është i imi personal, por kombi shqiptar në Maqedoni duhet t'i krijoj 4 postulatet bazë. Besim në kom, besim në Zot, dhe besim në atë interesin që është publik, dhe besim në tokën e tyre. Që ose njeriu nuk beson në tokën e tyre, dhe fatkeqësisht gjithë ne shqiptarët, nëse nuk e ndjejmë këtë shtetë si tonin dhe se të barabartë, dhe ne do të imponojmë që prona jonë dhe shtëpia jonë është këtu. Mirë po për të përgëzuar dhe për të pasur qëndrim publik ndaj këtyre 4 proceseve, është liria nga frika. Fatkeqësisht, me thënë, brenda këtyre viteve është mbjell një lloj frikë, unë shoh edhe kom thirrë shumë pedagogë e akademik të tjerë, hajde urdhroni, instituti është i hapur, jo do jemi ne me ju, do japim për kraj me rale, a mos mund të jemi para jush. Jo, ose jeni me ne, ose nuk jeni me kombin. Përgjithësia akademike dhe intelektuale është publike. Jo dini zërin tim, kështu kam qenë dhe do të jem akoma më shumë, por gjithmonë në gjuhën e argumenteve dhe proceseve të tjera. Sepse edhe ka pasur raste, kanë të drejtë njerëzit për arsye se pse është frikë, sepse ka pasur shumë raste të këtilla, të cilat vendimarrjet politike jo gjithmonë kanë qenë të studiuara mirë dhe të jetë në interesin e tyre. Ju shihni për shembull gjitha partitë politike për formën dhe mënyrën. Ja kemi zgjedhjet lokale, shumë shkojmë konkret. Gjithë flasin të bëjmë kanalizimin, bëjnë ujë, askush nuk merret me drejtën individuale. Hajde të shohim në këto komuna sa banor kanë kredite. Mbi 90% dëmin më të madh aktualisht që vuajnë më shumë shtet janë administratorët. Ato çdo ditë është me kredit dhe janë kredit lart. Askush nuk thot hajde këtyre njerëzve të ulim kredin. Çka ka rëndësi uji, kanalizimet, janë shtetërore, taksat i paguajmë, ne i kemi si kemi. Pra kjo do të jetë ajo shtilla që ne drejt për së drejt do t'i prekim gjitha këto elemente. Ja për shembull kemi studentë të rinj të cilët janë shumë të aftë për studiuar jashtë, që i kanë këto 10-0-0 dhe nga ana tjetër kur bëhet fjalë për të marrë bursa nga shteti, pikërisht marrin personat të cilët kanë fuqi ose lidhje të afër me personat udhëheqës ndikues. Dhe nga ana tjetër instituti këto njerëz do të ofrojë edhe bursa mbas të atij buxheti që ne do ta krijojmë dhe do të kemi mundësi për çështje të ndryshme. Ja për shembull, unë kësaj radhe kam ftuar edhe shumë kompani që të jenë pranishëm, edhe gjitha kompanitë kur i kam thirrë kanë menduar se ne kërkojmë para. Dhe unë i kam thënë se në jetë nuk kam kërkuar kur në jetë nga dikush para. Ne jani këtu, ne kemi dije dhe dija është para.
Pikërisht shumë kompani është një pasuri shumë e madhe. Dija shpirtërore krijon para dhe prandaj vetë instituti është jep. Ne do të japim kësaj shoqërie sepse jemi shumë të përgatitur, po ashtu i kemi gjitha kategoritë e adhetarizmit, do të thonë edhe personat që janë më në moshë, që janë kalit, qoftë në SBA, në Evropë, në kështu me radhë, dhe gjithë këto do të jemi ajo pleqënia kombëtare ta quaj për interesin dhe mbrojtjen e ardhmërisë dhe sigurisë të rinjave. Të themi, çfarë duhet bëhet në këtë drejtim për të ngritur të themi vetdia edhe tek qytetarët, por edhe tek studentët e rinj, por edhe tek akademikët, që mos të kenë frikë, që të kontribojnë gjithashtu. Drejtësia ka një rregull, thotë kështu. Kur njeriu i shkelet një drejt, dhe ai njeri duhet të reagojë në kohën dhe në momentin e duhur ndaj një padrejtësie. Nëse ai nuk reagon, nuk është padrejtësi, por është një drejt që ja keni dhënë ju dikujt për ta ushtruar ndaj saj. Nëse merret ka një lëndë për barometrin e këtyre padrejtësive, shpesh herë ndodh do shihni që në krahasim me popujt e tjerë ne jemi 0.2% që reagojmë dhe protestojmë ndaj një padrejtësie. Reagimi dhe protesta që ne do t'i bëjmë do t'jenë shumë shkencore, shumë me zë do t'jenë, dhe kjo ajo që do shpresojmë që t'i kemi intelektualet të cilët do t'u largojnë frikën nga veprimet e tyre, për arsye se jo çdo intelektual të merret edhe me problemet publike, por ne do të jemi ata që inteligjencën do ta shfrytëzojmë për interesin publik në të gjitha format e mundshme. Profesor, mund të na thoni se si e shihni sot nivelin e demokracisë në vendin tonë? Shumë pyetje e bukur. Pikërisht edhe këtu do të kishte larguar me siguri nga ngjarja, por demokracia është një sistem i cili krijohet çdo ditë, forcohet çdo ditë, dhe jo demokracinë t'ia lëmë neve subjekteve politike. Ja për shembull, ne nuk kemi pasur qasje, edhe pse jam doktor i shkencave politike dhe juridike, nuk kam pasur pse të merrem as me politikë, pas edhe me veprime tjera për të konkuruar, për arsye se janë ata të cilët e kanë atë sistemin mbyllës. Demokracia është sistemi i hapur. E tash kur subjektet kanë krijuar infrastrukturën e tyre të mbyllur, pikërisht është shoqëria civile. Në një shtet ku shoqëria civile nuk është aktive, që fatmirësisht do të bëjmë pjesë ne këtu, dhe do të krijojmë një union të shoqatave, të cilët do të kenë mundësi të gjitha veprimtaritë, prioritetet dhe mangësitë, dhe të ngrejmë zërin e shoqërisë civile. Zëri i shoqërisë civile forcon demokracinë, përmirëson devijimet në shoqëri, po ashtu i këshillon edhe përfaqësuesit politik dhe vetë politikën, për arsye se politika është ardhmëria, sepse politika nëse nuk mbështetet në shkencë, nëse nuk mbështetet në dije, atëherë nuk mund të përballeni ju me armiqt. Dhe ne pikërisht këtu e kemi. Cili është për ju të themi liria e vërtetë në një shoqëri demokratike dhe si mund ta masim atë në realitet? Po ne kemi padrejtësi kushtetuese, e përmendëm në fillim. Ne jemi vetëm kom që nuk na njihet autoktonia, ne jemi vetëm kom që nuk na njihet zhvillimi ekonomik. Zhvillimi ekonomik, ja do shihni vetë dur ministra e financave dhe vetëm sa ishin në diaspora 4% të mbush devizat buxhetare. Dhe ju paramendoni tash në gjithë ato që japim dhe nuk na kthe. Duke filluar tash gjitha fushata elektorale është e përkujdesur në çështjet individuale. Askush nuk thotë se vetëm 9% disponojnë komunat lokale, dhe do të shihni nëse bëhet fjalë sepse ka zhvillime, por gjitha zhvillimet që janë bërë në komunat hapësirës së Maqedonisë Veriperëndimore, do të shohim se janë me projekte, nuk janë nga parat tona. Parat tona do të thotë nga taksat tona çfarë ndërtohet. Mos flasim për borxhet që i kanë komunat. Prandaj çel si bazë, jo rastësisht ne kemi Instituti për Zhvillim Ekonomik dhe Politik. Ne do të i faktizojmë të gjitha këta. Paraja të jetë pjesë qarkulluese dhe të rikthehet në pjesë të barabarta. Jo të paraja të na shkojnë në mënyrë të njëanshme. Dhe këtu është problemi i bazë. Pra nëse ne nuk kemi mundësi të mbrohemi nga varfëria dhe nuk e gjykojmë, sepse në aspektin ekonomik thot paraja duhet të shumëfishohet. Në drejtësi ka një rregull tjetër. Thot paraja duhet të gjykohet. Çfarë japim dhe çfarë marrim? Nëse ne nuk e gjykojmë paran, atëherë do kemi një situatë këtill, e cila do motivon fatkeqësisht ne do të bëjmë ato përpjekjet që të japim më të mirë të mundshëm kësaj shoqërie, për arsye se ky kom ka dhënë gjithçka. Është përgjigjur në çdo kohë dhe nuk e meriton që varfëria të godasë në këtë formë dhe në këtë mënyrë. Çfarë do të konsideroni sukses për institutin pas disa viteve? Unë besoj që së bashku mbas 5 viteve do jemi këtu, janë shumë 5 vite, por unë besoj që brenda vitit ne do t'i proklamojmë këto pikët
se këto nuk janë të grumbulluara brenda ditës, po janë këto studime 20 vjeçare, me të cilën do t'u japim një strukturë intelektuale, shkencore, që do të na përkap ose do të na ofroj edhe faktorin ndërkombëtar, për arsye se ne jemi vetëmi komb në mensioni që luftën e bëjmë brenda, mirë po ankemimet nuk bëjmë jashtë. Dhe ki institut ankemimet do t'i bëjnë në vendin e dur dhe në gjitha institucionet ndërkombëtare me fakte, argumente, të cilat i kemi të studiuara brenda viteve. Vetëm do japim një letër njoftimi kombëtar. Profesor, mund të na thoni se nëse do ta përkufizoni në një fjali të themi misionin tuaj, çfarë dëshiron profesor Bashkim Selmani t'i lënë pas këtij instituti gjeneratave të reja? Di kanë qenë motivimet e mia. E para kam një kategori miq, sidomos nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me zotin Nazim dhe gjeneratën e tij, që janë gjenerata e Diogardit, dhe ata kanë bërë gjithçka që ne së bashku me studentët ekselent t'i përforcojmë këto veprimtari dhe kjo dhe institut për të rinjt, pa për 10% ekselent dhe për gjithë kombin që duhet t'japin kontribut. Prandaj kjo do t'jetë pjesa më e mirë e jetës time dhe në të kundërtën shpresoj që mos vdes diturin ta marrë në varë, po pikërisht kjo 10% që të lëviz ideet kombëtare dhe vetëm atëherë kur ka të drejtë kombëtare të ukor, sinim kombëtar do t'jetë suksesi. Dhe prandaj ne, jo vetëm ne, por fatkeqësisht kombi shqiptar është i vetmi komb që akoma nuk e ka të shkruar të drejtën kombëtare. Ju shihni tash ne dhe Kosova dhe Shqipëria dhe Maqedonia është e shqetësuar dhe me përpjekje individuale ai ka fajet apo nuk i ka fajet. Ka ligje. U ndal lufta, ndalë ligji, nuk flitet për luftën. Dhe pasandaj historia shkruan prioritetet dhe durësitë. Dhe tha janë disa gjërat me të cilën duhet të shkruhet të drejta kombëtare në bazë të fakteve dhe provave. Dhe jo në bazë më të fuqishmit kush cili do ta akuzojnë, për arsye se shkencat, qofshin ato humanitare, qofshin shkencat juridike, kushtetuese, thuhet se një komb që nuk i ka të drejtën e shkruar, ai komb ja shkruan dikush tjetër. Dhe ne do të mundsojmë që të drejtat tona dhe hishtirinë tonë të shkruajmë vetë të jo të tjerët. Profesor, do të mundoheni që ky institut të bashkëpunoj edhe me vendet të tjera, qoftë edhe me vendet e rajonit, trojeve shqiptara apo dhe jashtë vendit? Pikërisht është edhe këtu. Ne vje pa ata ditë nuk kemi investitor pas shpine. Gjithçka që është bërë nëpërmjet zotit Nazim dhe mua familjarisht, të është kënaqësi. Mirë po nga ana tjetër ne do të kemi marrëveshje me gjitha odat ekonomike të Kosovës, Shqipërisë, Kroacisë, Slovenisë. Ja nga data 17-19 do jemi në Kroaci për marrëveshjen e këtij instituti dhe atëherë me marrëveshjen ndërkombëtare do të kemi mundësi që ne të mundemi të krijojmë një lloj buxheti aq sa do të ketë përpjekje për të përkrahur gjithë këto të rinj dhe këto marrëveshje ndërkombëtare shpresoj si do t'i shfrytëzojmë në mënyrë më të mirë të mundshme. Ne kemi universitete, për shembull, që as me 0.1% nuk i shfrytëzojmë projektet ndërkombëtare, as pak. Ne pikërisht projektet do t'i krijojmë me studiuesit dhe të rinj që janë nëpër institucione, kemi shumë njerëz të përgatitur, mirë po shfrytëzimi nëse nëse merret, pra ne nuk i shfrytëzojmë buxhetin shtetëror në mënyrë barabartë, në pjesëtim për të barabartë, dhe nga ana tjetër projektet ndërkombëtare që vijnë, në as 10% nuk i shfrytëzojmë. Nëse rrisim ne këtë nga 10 deri 10-15%, atësaj edhe mundur, ajo do të vëret edhe tek qytetarët. Do të bashkëpunoni edhe me universitetet e vendit tonë, sadopak për t'u informuar edhe studentët se për çfarë shërben ky institut? Po ne atë pjesën e infrastrukturës e kemi të gati, ne marrim gati çdo javë në për konferenca të ndryshme, qofshin ekonomike dhe juridike, tani vetëm do të japim kaje, është ide edhe universiteteve, nuk është ide kjo personale, mirë po dini ndonjëherë politika shumë ka dëpërtuar sa që i ngulfat të institucione. Dhe unë besoj që këto institucione do t'i ndihmojmë në këtë mënyrë dhe në formën shkencore, sepse ana financiare është tjetër, ana akademike dhe shkencore është tjetër. Edhe tash shpeshherë kur institucionet përballen me probleme të këtilla, bllokojnë gjithçka. Ne thjesht do të bëjmë debllokimin asaj që është akademike dhe asaj që është shkencore. Dhe profesor, në fund një mesazh për gjithë studentët të cilët të themi kanë humbur shpresa, por gjithsesi duhet të qëndrojnë të fortë dhe të ecin para. Shpresat humben atëherë kur njeriu dorëzohet. Lufta duhet bërë në çdo përpjekje, sikur futbollisti që rrin në linjë, ashtu edhe ne duhet të rrim përballë të drejtave tona dhe shpresoj se çdo individ që shkëputet
nga dheu, ai vdes diherë, njëherë është ndihet i vdekur atje dhe këtu në familje. Dhe prandaj ne këtë vdekje ose do ta minimizojmë, ose do të japim kaje dhe motive me lloj organizimeve të ndryshme. Ju shihni për shembull, shumë pak ka organizime brenda universiteteve, shumë pak ka organizime kulturore brenda këtyre institucione. Unë ju garantoj vetëm në Maqedoni di çështje që zgjidhin problemin ekonomik. Di fabrikat japim të ujit, po ashtu dhe fabrikat e tjera, mini fabrika. Ju shihni Evropa, ne jemi pjesë e NATO-s. Qëse ne nuk e krijojmë një akademi ushtarake që asaj pjesës shkencore t'i ndihmojmë, për shembull, vetëm me mbledhjen e perimeve dhe pemëve që prodhohen në Maqedoni, mund t'ja shërbejmë NATO, sepse NATO-ja është një nga institucionet bazë me të cilën të rinjt kanë nevojë për ata dhe ne kemi nevojë për NATO dhe NATO-n në asnjë mënyrë nuk e shfrytëzojmë. Di nga këto segmentet prodhuese t'i kapim, ju garantoj që ne mund të punsojmë 5 deri 6.000 njerëz. Kjo është ajo ideja dhe inovacioni që kërkoj ndihmë edhe nga institucionet edhe nga vetë kompanitë ndryshme, të cilët kanë përvojat e tyre të na japin paralelisht atij dhe do të krijojmë një kongres të përbashkët për këto çështjet. Pra, kam thënë më shumë se sa që të bëj, nuk është principi im, mirë po i kemi të mirë studiuara dhe këto çështje fatmirësisht nga data 29/9 do të jenë publike, qytetarët mund t'i shohin dhe t'i prekin të njëjtën. Ju falimderit e njerë, profesor, kështu që mua nuk më ngelet veç tjetër të ju them falimderit dhe suksese për hapjen e këtij instituti dhe sa do pak të shërbej për të rinjët tanë në vendin tonë. Da e keni dhuratën e parë. Falimderit, nga instituti. Falimderit shumë për dhuratën, ju falimderit shumë, profesor. Ju ftoj edhe juve që gjithmonë t'jeni pjesë e jonë, falënderime për ftesë.